Shikues të nderuar, ju përshëndes, por i takohemi edhe këtë fillim jave sërish bashk për të folur për aktualitetin politik si zakonisht. Nga e hëna të premte nga vendi, nga rajoni dhe nga bota. Do të nisim me aktualitetin politik në vend për të komentuar zhvillimet e fundit, ato që lidhen patjetër me Bashkinë e Tiranës, me zgjedhjet e pjesëshme të parakohshme vendore, me Erion Veliaj, me presidentin e Republikës dhe me personazhet e tjerë. Kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë për të folur për këtë gjë kolegun Ardit Rada nga Java News. Ardit, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit juve. Tani, meqense ne nuk kemi pasur rast që ta diskutojmë pak këtë punën e dekretit të presidentit Bajram Begaj dhe ankesës Erion Veliajt, unë po e nis me këtë dhe po të pyes me këtë, si të duket dekretimi zgjedhjeve të 9 nëntorit nga presidenti Begaj, ndërkohë që ish-kreu i Bashkisë Veliaj e çoi vendimin e Këshillit Ministrave në gjykatë kushtetuese. Do duhet të ishte ndërprer, pra të ishte pezulluar ky proces, apo bëri mirë që i dekretoi? Si e gjykon ti? Duhet kemi parasysh që Erion Veliaj është shkarkuar mbi bazën e 162 ligjit për vetëqeverisjen vendore. Dhe nga ana tjetër i është drejtuar gjykatës kushtetuese pasi shkarkimi i tij bie ndesh me 115 kushtetutës. Mjafton të kemi vetëm këtë parasysh për të kuptuar se kushtetuta prevalon mbi ligjet e tjera dhe është ligj themeltar i shtetit dhe më i rëndësishmi. Në këtë kuptim unë besoj se dekreti i Begajt në radh parë do të rrëzohet nga gjykata kushtetuese sa i përket Tiranës. Pyetja është nëse kjo do të ndodh para zgjedhjeve të 9 nëntorit, pra gjykata do shprehet para zgjedhjeve të 9 nëntorit apo pas zgjedhjeve duke prodhuar një ngërç të ri, dhe ajo që do të na ndodh nëse do të shprehet pas zgjedhjeve më pas, edhe nëse Erion Veliaj deli fituar si thua nga padia në kushtetuese, do të na kushtoj edhe disa miliona tjera lek, 100 milion lek për dëmshpërblimin e ish-krye bashkiakut. Unë doqa deklaratën e kryeministrit dje, i cili i referohej, domethënë, i cilësonte si ignorant ata të cilët interpretojnë kushtetutën dhe kishte marrë monopolin se vetëm kryeministri, presidenti dhe Ilir Rusmajli ishin ata që kishin kuptuar se ç'po ndodhte në të vërtet në këtë përplasjen ligjore, ne tjerët nuk kemi informacion. Tani unë ja u thash, është mjafton që ne 115 i kushtetutës ta mbroj Veliajn, për këtë arsye pra ne e kemi një përgjigje paraprake se ç'do ndodh. E dyta është çështja e administrimit pushtetit lokal. Domethënë, të gjithë bashkitë e vendit ligji parashikon që kanë 9 kryetarë. Dhe 9 kryetarët janë në atë post dhe kanë ato përgjegjësi që kanë para ligjit edhe para administratës bashkive, pikërisht për raste të tilla pra. Në mungesë të kryetarit është 9 kryetari që ushtron funksionin. Shqipëria duhet të japi fund sa më parë, politika duhet të japi fund sa më parë zgjedhjeve të parakohshme kryesisht në bashki. Sepse është disa herë që zhvillohen zgjedhje të parakohshme në bashki të ndryshme, për shkak të arrestimeve të kryebashkiakëve apo edhe për shkak të për shkaqe tepër banale që nuk i ka asnjë borxh qytetari shqiptar politikës, sepse një kryebashkiak periferik do të bëhet deputet krejt papritur dhe këta vendosin tani të pasurojnë ato listat e deputetëve edhe grupin parlamentar me ca ignorant që mbasi i kanë pasur në krye të bashkive të vogla, i fusin edhe në grupe parlamentare. Dhe jam kaq i revoltuar sepse duhet të kuptojmë që këto zgjedhje të parakohshme në fund ditës, kushdo që të fitojë dhe sido që të ndodhi, ka një kosto financiare të jashtëzakonshme për një vend kaq të varfër sa yni dhe shkaktoi një kaos, një stres, një pengesë në punës administratës, një lumë akuzash politike më pas që qytetarët shqiptar nuk u kanë borxh në fund të fundit. Shikon, pa dashur ta bëj shumë teknike nga pikpamja ligjore, po duke mbajt në nivel diskursi politik, më lejoj që të bëj avokatin e djallit duke mbajtur pozicionin e kryeministrit për hir të diskutimit. Zoti Veliaj është propozuar për shkarkim nga Këshilli Bashkiak sipas nenit 62 ligjit për vetëqeverisjen vendore, pika ç. A nuk mundet që të konsiderohet Këshilli Bashkiak në të drejtën e vet politike për të shkarkuar kryetarin e Bashkisë
dhe kjo të mos jetë një çështje, po themi, e gjykatës, pra e kushtetutës, e nenit 115 të kushtetutës, po të jetë thjesht një çështje, po themi, administrative të drejtës së Këshillit Bashkiak për të shkarkuar kryetarin e vet. Pse duhet që ta komplikojmë? Jo, nuk funksionon kështu, sepse ka dispozita se në cilat raste shkarkohet kryetari, dhe e dyta, duhet keni parasysh që Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk është mbledhur me vullnetin e tij për të shkarkuar kryetarin, por shkarkimi është diktuar nga kryeministri dhe nga Këshilli i Ministrave. E para. E dyta, Këshilli Bashkiak i është kërkuar që në shkurt për të mbledhur për ta shkarkuar nga këshilltarët e opozitës dhe s'ka pasur vullnetin ta bëjë. Nëse do të ishte në drejtën e vet do kishte këto mend që ka sot mbas 7 muajsh. Dhe e treta që të kuptoni, Këshilli Bashkiak ka bashki në këtë vend ku kryetari është demokrat dhe shumicën e Këshillit Bashkiak e ka Partia Socialiste. Po çdo ndodhte nëse shumica e Këshillit Bashkiak mblidhet dhe shkarkon kryebashkiakun demokrat për inat politik apo për duke hapur në një shkrikelje X në procedura apo dyshime mbi tendera e gjitha me radhë, dhe të mblidhet tani Këshilli Bashkiak i Kavajës, po e marr si shembull, dhe shkarkoi kryetarin e Bashkisë Demokrat sepse është në drejtën e vet Këshilli Bashkiak. Sigurisht që mund të përdoret forca e kartonave edhe arroganca e gjitha me radhë. Unë e kuptoj qëllimin e kryeministrit, dhe ndoshta është qëllimi mirë në vetvete për ta çuar Tiranën zgjedhje sepse do ta kompletoj si arteria kryesore e pushtetit vendor dhe si një institucion më i rëndësishëm se shumë ministrin në këtë vend, me thënë të drejtën. Por nga ana tjetër, unë u thash, ligji parashikon që bashkitë mungesë kryetarit drejtohen me nën kryetar. Nën kryetari ka gjithë forcën e vulës dhe të firmës ta kontrolloj dhe ta menaxhoj situatën dhe të mbaj përgjegjësitë e tij përballë ligjit, po njësoj si kryetari në mungesë të tij. Tani ka një shqetësim në këtë mes sepse është ky gjyqi i tij zgjatur i Erion Veliajt, ose më saktë janë hetimet. Edhe bashkë me Erion Veliajt bën pjesë edhe rasti i Ilir Metës, fatkeqësisht. Unë kam qenë kritik, edhe jam kritik i Ilir Metës, i politikës tij, kam qenë një nga personat që kam shpresuar në arrestimin e tij. Këtë arrestimi i tij do zbarte disa të vërteta që janë mbajtur, që ky popull i ka diskutuar gjithmonë në nivel kafeneje dhe ka qenë gjithmonë i revoltuar për rolin e Metës edhe çfarë ka bërë në politik. Mirë, po çfarë po shohim? Po shohim që, domethënë, drejtësia e re ka arritur atje sa që i merr njerëzit nga zyra, nga rruga dhe i mban në qeli ndërkohë që s'kan përfunduar hetimet. Tani Partia Socialiste në rastin e Veliajt, po meqense jemi aty, e ka të gjithë forcën që ta korrigjojë këtë reformë në drejtësi. Nuk mund të kënaqemi me deklarata ku thuhet që ne nuk e sulmojmë reformën, ne nuk e zhbëjmë reformën, por drejtësia ka bërë një akt banal, një akt vandal, një akt të nxituar me marrjen nga zyra të kryebashkiakut, sepse në fund të ditës, nëse ne kemi reformuar një drejtësi, pra kemi arritur ta reformojmë drejtësinë, dhe kjo drejtësi nuk ndryshon fare nga ajo që ishte më përpara në raport me afatet e hetimeve dhe raport me afatet e gjykimeve, ne pastaj kot që flasim. Domethënë, imagjinoni kur një kryebashkiaku i zgjat procesi gjyqësor 1 apo 2 vjet, se ne nuk e dim se dhe sa mund t'i zgjasë, po u bën 8 muaj. Imagjinoni tani nëse qytetarët vazhdohen dhe sorrollaten dyert e gjykatave me vite tëra, po njësoj si para vitit të 2017 a 2015 kur u miratua reforma. Kështu që Partia Socialiste ka detyrim të mbajë një qëndrim edhe në lidhje me këtë, me sjelljen e drejtësisë, me shkeljen e afateve, me shkeljen e drejtave të njerëzit, edhe me çdo veprimtari tjetër që në thelb nuk po jep përgjigje shumë pikpyetjeve. Qartë, mirë. Për të kaluar pak tek kjo saga tjetër që po luhet edhe në media veç të tjerash për gjetjen e kandidatit për kryetar të Bashkisë të Tiranës nga ana e opozitës. Partia Socialiste e zgjidhi menjëherë që në datën 11 shtator, duket që edhe tani pas një muaj opozita, Partia Demokratike dhe aleatët e saj
nuk e kanë gjetur dot kandidatin që do t'i përfaqësoj në zgjedhjet e Tiranës. Kanë qenë disa emra, me thënë drejtën, që nga pedagogu Ermal Hasimia, nga më përpara nga zonja Dira Çepani, nga aktori Florian Binaj, nga propozimet e tjera, se s'dua t'i përmend të gjithë emrat, se hidhen edhe kështu emrat, edhe ndoshta duhet. Çfarë është të gjithë kjo histori, se kuptoj, domethënë. Historia është e tillë tani që së pari ne kur kthehemi Partia Demokratike dhe aleatët, duhet kuptojmë që Partia Demokratike nuk ka aleat parti politike, ka aleat disa individ pa parti, pa elektorat edhe pa njerëz mbrapa. Domethënë, e dyta, nëse flasim për mungesën e një kandidati politik, ky është një deficit i Partisë Demokratike, sepse së pari aq njerëz ka Partia Demokratike, aq sa kanë parlament, ato 40 deputet, se 10 tjerë kanë këto partitë, ka futur kretarët e partive dhe njerëzit e Ilir Metës. Dhe së treti është dështimi i mëparshëm që kanë patur me primaret, dhe arsyeja pse nuk po zhvillojnë më primare, sepse ne e dimë që primaret përveç akuzave që kanë ndjellur brenda kandidatëve të Partisë Demokratike pas numërimit të votave, nga ana tjetër thjesht kanë promovuar disa figura qesharake nga Partia Demokratike që kishin ambicie për kryebashkiak apo për deputet apo figura tjera brenda Partisë Demokratike. Tani ka ndodhur që Berisha, në pamundësi për ta gjetur kandidatin, përpiqet t'ia faturoj kandidatin, e para duke ditur rezultatin zgjedhor, humbjen që e pret, dhe së dyti duke patur parasysh që nuk po gjen dot kandidat, askush nuk do ta diqte mandatin për të hyrë në një garë që zgjat një muaj dhe që dihet rezultati, ai përpiqet t'ja faturoj vim tek mbledhja. Këtyre që ju i quani aleat, po partive të vogla ose individëve të vetë shpallur. Dhe ajo që shohun është kjo, që basi Berishës si është imponuar figura e Ermal Hasimes nga Partia e Agroshejait, atëherë Berisha është hedhur dhe ka financuar apo ka nxitur kandidimin e aktorit dhe piktorit Florian Binaj për të ushtruar presion rreth partisë Mundësia, për të tërhequr kandidatin dhe për të thënë që atëherë nëse ju e kandidoni Hasimen nga ana juaj, ne kemi një alternativë që në duket si popullore dhe që ka një mbështetje në rrjetet sociale deri tashmë, sepse në votime nuk e di pse si do ndodh. Pastaj kemi edhe një situatë tjetër ku shumë kandidat kanë shprehur dëshirën për të kandiduar, kanë shpallur kandidaturën në rrjetet sociale. Unë po shija dje, mos gaboj, Agron Haxhimali nga Instituti Bashkimeve Shqiptare ka shpallur kandidaturën, një avokat më parë, Gülsen Zhillima, ka shpallur kandidaturën. Janë dhe disa tjerë cilët po shpallin kandidaturën. Duhet kuptojmë që kandidosh për Bashkinë e Tiranës nuk mjafton vetëm dëshira. As unë dhe as ti nuk mund të kandidojmë për Bashkinë e Tiranës, sepse na duhen ose dalim në rrugë të mbledhim 20.000 apo 50.000 firma sa e ka ligji, ose në të kundërt duhet firma e një deputeti që na propozon, apo duhet dhe firma e një antari të Këshillit Bashkiak që të propozon për kandidat. Dhe ju e keni parasysh një palë zgjedhje më parë kur kandidonte Marko Dajti nga Partia e Punës, pra një komunist, u bë aq e stratë çështje sa që të kandidonte ai, vajti mori firmë dhe për ato firmosi Flamur Noha, për shembull. Domethënë, duhet ndjekur këta kandidat në momentin që zyrtarizohen, duhet ndjekur nga ne gazetarët edhe nga ju për shembull, sepse është shumë interesante të shohim se kush do firmos për ta dhe kush është dakord që ata të hyjnë në garë. Shumë interesante ishte reagimi i pedagogut dhe akademikut Artan Fuga në rrjetet sociale, i cili thoshte që t'i thuashin deputetit Partisë Demokratike të kandidojë në Tiranë është njësoj si kur ta vrasësh, për ta përmbledhur pra të gjithë mesazhin e tij. Tani, është kjo shenjë e dështimit të opozitës, Ardit, dhe pse bëj këtë pyetje, sepse bëhet fjalë për kryeqytetin, nuk bëhet fjalë për një zonë të humbur diku andej ose ndonjë bastion të Partisë Socialiste, bëhet fjalë për qendrën e zhvillimeve politike të vendit. Dhe çfarë na tregon kjo ne për organizimin e opozitës? Dhe fundja, si ka përfunduar kjo, se 9 nëntor i erdhi dhe një muaj është. Data 6 sot.
mua më vjen keq kur diskutohet nëpër studio, në kuptimin e kësaj që Tirana nuk është Shqipëria. Dhe nuk ka zgjedhje vetëm Tiranë, ka edhe 5 bashki tjera. Nëse dikush nga Partia Demokratike është, ti thuash kandidosh për Tiranën është sikur ta vrasësh, pra siç thot profesor Fuga, dhe ashtu është, po për matin çfarë problemi ka Partia Demokratike që nuk ka një kandidat? Për Cerrikun, që është bashki e vogël, pse nuk ka një kandidat? Sepse s'po të them Vlorën dhe Tepelene që dihet që janë bastione të Partisë Socialiste, po për Beratin, që është një bashki e madhe, tepër e rëndësishme dhe Partia Demokratike më parë ka patur drejtues atje. Pra, çfarë e shqetëson një deputet Partisë Demokratike të matit ose një të Beratit, që të jap dorëheqjen nga mandati dhe të kandidojë. Po sigurisht që përgjigja është evidente. Së pari është rezultati zgjedhor që është i parashikueshëm lehtë, ne nuk mund gjejmë dot shifrat eksakte, por fituesin e kemi të projektuar, dhe nga ana tjetër sigurisht që Partia Demokratike është në një krizë për sa i përket burimeve njerëzore, njerëzve që duhet ketë rreth vetes. Domethënë, gjithë jeta politike e Partisë Demokratike është kufizuar rreth disa personazheve që bëjnë pjesë edhe në grup parlamentar, që janë gjithsej 40 veta, se ja u bëra llogarit, pra hiq Mediun, hiq Dulen, hiq 4 njerëz të Ilir Metës, hiq Mesila Dodën e gjithë me radhë, Partia Demokratike gjithsej ka 40 plus 1 njerëz, ka dhe Ilir Ali Mehmetin që ka mbetur jashtë grupit parlamentar. Domethënë, ky është këto janë gjithë njerëzit, gjithë figurat e Partisë Demokratike, dhe këta duhet bëjnë o rolin e deputetit, o duhet japin dorëheqjen nga mandati i deputetit dhe futen në përzgjedhjet lokale, ose të ndjekin lojën që bën Berisha me kandidatët e këtyre partive të vogla, edhe me këto deklaratat se do mbështesin kandidat pavarur. Tani unë duhet të them diçka, meqense jemi ende te kandidati, meqense Berisha ka bërë një thirrje edhe këta po përpiqen gjejnë një kandidat që ne themi jo politik, se nuk ka njeri jo politik dhe kandidat jo politik, po ndoshta një kandidat apartjak. Jo partijak, apartjak, sepse pastaj ata të tre që janë përmendur fillimisht janë gjithë lidhur me Partinë Demokratike dhe nuk janë jo politik. Gjithë o kanë shërbyer te Partia Demokratike, o i kanë shërbyer apo kanë patur të afërmit e tyre në Partinë Demokratike dhe në zyrën e Sali Berishës, ose rasti atij djalit të diasporës që prishte mitingjet e Edi Ramës nëpër diasporë, kështu që nuk mund të themi se janë jo politik si figura. Tani Berisha në vitin 2003, që ta kuptoni, është shprehur në atë kohë Partia Demokratike pati një presion shumë të madh që përballë Edi Ramës të kandidonte doktori i njohur Mentor Petrela. Pati një presion nga mediat, nga lobingjet ndryshme, dhe Berisha në atë kohë mori Spartak Gjelën, i dha një post në Partinë Demokratike, një sekretar për marrëdhëniet me publikun, dhe e katapultoi Gjelën dhe e nxori përballë Ramës me pretendimin, domethënë si u shmang në atë kohë doktor Petrelës, si u shmang me argumentimin që një parti që nuk prodhon dot vetë një kandidat politik, më mirë mos ekzistojë as 24 orë, po t'i vë Chelsea derës edhe të shpërndahen gjithë nëpër shtëpi. Dhe atëherë nxori Spartak Gjela si figurë politike të Partisë Demokratike. Pra, ky Sali Berish, i cili ka udhëhequr me këtë devizë se kandidati duhet jetë politik dhe me drejt një parti e madhe politike duhet ketë kandidatë e saj politik, alternativat e saj, në këto kushte, këtë herë ne e shohim të shpërfituar, të kthyer nga kjo teoria e tij dhe duke përpjekur t'ja paturoj kandidatin aleatëve. Sali Berisha, meqense ishim aty, ka vijuar me akuzat e tij të zakonshme, po kësaj here të drejtuara ndaj zëvendës kryeministres Zonjës Balluku, sipas tij, për takime me eksponent pra të botës së jashtëligjshme në Vorë, periferi Tiranës, me shumë gjasa për fushatën e Tiranës, sepse nga Partia Socialiste tani krerët e njësive janë darë dhe kanë filluar punën.
Pa dashur të pyes për saktësinë e akuzave të Berishës, se mbase po të paragjykoj, po e di përgjigjen. Pyetja ime është kjo, që a ka Partia Socialiste arsye që të hipermobilizohet në këto zgjedhje? Pra të friksohet dhe të mobilizohet në të gjitha drejtimet, edhe në ato që e akuzon opozita, kur ne pothuajse e kemi të qartë se si do shkoj rezultati. Ne duhet kuptojmë diçka, që Partia Socialiste ka disa zgjedhje që nuk kandidon më, domethënë që nga momenti që hoqi Ilir Metën nga koalicioni, që nga viti 2017 e tutje, Partia Socialiste nuk kandidon më për të fituar në zgjedhje. Partia Socialiste kandidon për pjesëmarrje. Nëse ka një merak Edi Rama dhe Partia Socialiste sot, në çdo zgjedhje që vijnë, është pjesëmarrja sa e lartë të arrijë një pjesëmarrje sa më të lartë. Kjo është sfida e Partisë Socialiste. Nuk është sfida nëse do të fitojë apo jo. Dhe sa e nevojshme është pastaj që figura kaq larta shtetërore takohen me eksponent të krimit, unë nuk di të jap përgjigje, sepse normalisht në një regjim, siç thotë Sali Berisha, ku jetojmë ne, ligjin e bën regjimi dhe nuk e bëjnë bandat. Dhe janë bandat që kanë nevojë për regjimin, edhe jo regjimi për bandat. Por, sigurisht, unë ja u thash që nuk është fare nevojshme për Partinë Socialiste, për aq kohë sa vetë Berisha diskuton për miliona edhe miliarda të grabitura dhe që hidhen në zgjedhje, pse do të kërkohej mbështetja e bandave kriminale, sepse ne dim raste, jetojmë në Shqipëri, nuk e fshehim që dim raste ku vota mund të jetë blerë, ose ndikimi familjar në vot mund të jetë blerë, por nuk dim raste që ka vajtur banda nëpër dyert e qytetarëve me armë dhe u ka thënë votoni këtë apo votoni atë, kështu që këto nuk janë akuza, mendoj unë, as serioze, po janë akuzat papërgjegjshme, siç janë ato tjerat që Berisha herë flet në emër të antimafjas italiane dhe thot kemi informacione, thot që Edi Rama ka qenë Aruba, herë flet në emër të mafjas së Shkodrës, duke akuzuar njërën palë dhe duke mbrojtur tjetrën, edhe herë flet në emër të shtetit, duke përshëndetur këto arritjen e paqes Trumpit, e që janë këto vendimet që merren nëpër botë. Qartë, dhe e fundit, diçka që mua më ka bërë shumë përshtypje ditët e fundit, lidhet me një situatë brenda Partisë Socialiste, se kur po flistim për Partinë Demokratike, situata nuk është e mirë, dhe kjo duket edhe nga ajo se çfarë po pasqyrohet në media për kandidatin, po nga ana tjetër nuk duket se edhe në Partinë Socialiste të jetë, po themi, po aq e paqët, dhe ka qenë vetë ish zëvendës kryeministri dhe deputeti Erion Braçi që ka reaguar shumë ashpër në lidhje me një situatë, trajtimin e tij në njësinë 5. Unë e pash që ju e keni ndjekur si media, dhe duhet kuptoj nëse kjo është thjesht një krizë e një njësie lokale apo ka diçka më shumë se kaq në këtë rast. Po jo, Erion Braçi është i përkëdhelur i Partisë Socialiste dhe është i vetmi i cili i lejohet të dalë dhe të reagojë kundër. Nuk ka të bëj me karakterin apo me shqetësimin kaq të jashtëzakonshëm pse e lëvizën Erion Braçi nga një zonë zgjedhore, sepse shqetësimin e Erion Braçis mund ta kenë edhe 15 koordinator tjerë. Askush nuk do të lëviz nga zona e tij apo t'i jepet një punë e re dhe të fillojnë nga zero me individ që nuk i njeh apo të krijojë lidhje të reja. Por Erion Braçi reagon në atë formë sepse do Edi Rama të reagojë në atë formë. Në Partinë Socialiste ka patur deputet cilët janë përjashtuar pse kanë shprehur kritika për shefin e komisariatit të policisë së Laçit, historira kaq banale, janë përjashtuar nga grupi edhe janë përndjekur. Kështu që nuk besoj se revolta e Braçës shpreh ndonjë krizë brenda Partisë Socialiste, apo aq më tepër, domethënë një krizë në njësitë lokale. Erion Braçi është lëvizur nga Divjaka, ka vajtur njësinë numër 5, nga njësia 5 është vendosur diku tjetër, aty janë emëruar disa socialistë po aq të vjetër sa Erion Braçi në Partinë Socialiste, në njësinë 5, që unë prap nuk e shoh nevojën se pse duhet ndodhi gjithë ky investim te njësia 5 kur shquhet që është një bastion i Partisë Socialiste në kryeqytet, po me siguri ka lidhje me ato që unë ju thash, së pari mund kemi informacion për pakënaqësi në bazë
në këtë njësi, së dyti mund të kenë edhe këtë merakun e pjesëmarrjes në datën 9 nëntor. Qartë, mirë, Ardit, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për opinionet që solle këtu në studio. Faleminderit juve. Ishim me kolegun Ardit Rada nga Java News, folëm për aktualitetin politik në vend, zhvillimet më të rëndësishme të ditëve të fundit që lidhen patjetër me Bashkinë e Tiranës, me kandidatët e me zgjedhjet e parakohshme të pjesshme vendore. Do të rikthehemi menjëherë në pjesën e dytë vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim tani për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, atje ku po zhvillohet fushata zgjedhore për zgjedhjet vendore të komunave, pra të 19 tetorit, e ku duket se ligjërimi politik është mjaft i fortë dhe i ngjan më shumë i fushate të zgjedhjeve parlamentare. Për ta kuptuar më mirë se çfarë po ndodh, un kam kënaqësinë të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion time zotin Bekim Qoku, deputet nga radhët e koalicionit Vlen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Zoti Bekim, të falenderoj që jemi së bashku, të përshëndes. Ju faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Po e nis menjëherë thashë ligjërimi politik ka qenë mjaft i fortë dhe nga kundërshtari juaj tek shqiptarët, AKI-ja që udhëhiqet nga BDI-ja dhe nga zoti Ali Ahmeti, ju konsideron si deg të VMRO-s tek shqiptarët. Tani pyetja e drejtë për drejtë është, cilat janë vijat e kuqe të koalicionit Vlen si me Partitë Maqedone, me aleatin e VMRO-s, rastin konkret, po ashtu dhe me forcat e tjera politike? Atëherë, tamam me thatë hyrjen, këto lloj zgjedhje nuk kanë këto ngjyrën nuk kanë marrë edhe retorikën e zakonshme të zgjedhjeve komunale, pra nuk flasim më për kompetencat e komunave që duhet ishin rrugët, ujësjellsi, ndriçimi, gjelbrimi, rrugicat e vogla e kështu me radhë, por kanë marrë këtë lloj ligjërimi të fuqishëm, të fortë, emocional politik, sepse Ali Ahmeti pas 23 viteve sa është në pushtet, pra një vit tani nuk është në pushtetin qendror, po që 20 e sa vjet është në pushtet lokal, në shumicën e komunave, rrezikohet për herë të parë të humbas të zgjedhje, të humbas përfundimisht pushtetin edhe të shkojë përfundimisht në opozit. Dhe kjo e tmeron, kjo e frikson, sepse edhe ai në një deklarat të rastit tha, në rregull, tha shkojmë në opozit, po çfarë bëjmë atje? Ai nuk është mësuar të rri në opozit dhe kjo pak a shumë e ka tërbuar si ide dhe ka ngritur lart këtë lloj ligjërimi, këtë lloj diskuri politik që luan kryesisht me emocione dhe ne e dim në përgjithësi politika e ditëve sotme gjithë botën luan me emocionin e krenarisë, të turpit, të frikës. Ali Ahmeti luan me emocionin e frikës, sepse vjen edhe nga një background lufte nga konflikti i 2001 dhe ky lloj backgroundi e ka mbajtur deri tani në pushtet, por ne e dim që pushteti të konsumon, pushteti të prish, pushteti të korrupton kur është i gjatë dhe kjo gjë i ndodh jo një partije politike në Ballkan, por edhe partive tjera siç janë në demokracitë e konsoliduara në Skandinavi e kështu me radhë. Ne e dim që në Ballkan, pra a priori, sikur mos e njohim situatën reale këtu, në qoftë se themi që dikush është 23 vjet në pushtet, a priori e supozojmë që do të bëjmë me një pushtet, me një strukturë politike tashmë të korruptuar, të zaptuar nga nepotizmi, nga korrupsioni, nga aferat e ndryshme siç është BDI-ja aktualisht, edhe që akuzohet për të tilla shumë. Pra kemi një BDI që akuzohet për korrupsion, për nepotizëm, janë shfaqur aferat të ndryshme në brenda asaj partije, ka pas aferat të shumta, por Ali Ahmeti në një farë mënyre është ruajtur, ka pas një auror mbrojtjeje për shkak të luftës, po tani janë shfaqur aferat të familjarëve të tij, ku kanë nipi, djali, dhëndri, dhe gjithë familja pra, me afera korruptive, nipri 27 vjeçar, pra asnjë ditë pune, ka bler një qendër tregtare me vlerë 31 deri 35 milion eurosh. Tani së fundmi doli afera e një banke këtu vendore,
ku dolën në pas aksioner të afërt të Aliametit të asaj banke që ja shitën një banke serbe e cila është e afërt me Vučićin dhe me regjimin serb. Biles dje doli edhe një artikull në revistën e famshme Danas të Kroacisë që merrej me këtë temë, që janë afera të ndryshme dhe këto afera të ndryshme korruptive, nepotike e kështu me radhë. Pra, mos harroj edhe këtë, kemi një dorë njerëzish në kryesinë e BDI-s që janë futur tashmë në listën e zezë amerikane. Një nga ata është krau i djathtë dhe njeriu më i besueshëm, pra kanakari i Aliametit Artan Grubi, që është futur në listën e zezë, edhe ai mbrohet ende nga Aliameti, nuk është distancuar Aliameti nga kjo figurë. Kemi e plot figura tjera si Ramiz Merko këtu në Strug, që është kryetari aktual i Strugës, e plot figura të afërta me Aliametin që janë futur në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra gjithë kjo e detyron Aliametin për t'i mbrojt këto, ose për ta devijuar, ose për t'i hedhë, si themi në Shqip, për t'i hedhë ki syve qytetarëve këtu, ai e përdor këtë retorik që është nacionaliste, pra me shqiponja, me flamuj, me gjëra që tashmë nuk pin ujë, si themi ne përsëri, një idiom nuk pin ujë, sepse ne nuk kemi tani tekstualisht nuk shumica e komunave, e fshatrave të Maqedonisë së Veriut me shumicë shqiptare vuajnë për ujë në çesmat e tyre. Pra në vend të flasim për ujë e për gjëra që 20 e sa vjet pra kanë ndetur pa u rregulluar, neve flasim edhe për tema të mëdha që nuk ka arsye. Se një arsye vetëm të kish pasur pse të flasim për këto tema do ishte, por nuk rrezikohet asnjë gjë, as nuk kemi një bashkëpunim që nuk ka pas BDI-ja më përpara, bile BDI edhe Aliameti kanë bashkëpunuar me një VMRO DPMNE të Sasho Mihailkovit, pra të njeriu të tmerrshëm të sigurimit të shtetit, i akuzuar për shumë afera dhe të ndryshme për burgosje shqiptarëve, aferën e lagjes trimave në Kumanov, ku vranë disa ish ushtarë të TUÇK-s. U akuzua për 27 prillin ngjarjeve të Kuvendit 2017, ku u la për vdekje një deputet shqiptar, e shumë afera tjera, ato kanë pas një bashkëpunim 10 vjeçar të jashtëzakonshëm me këtë, pra me krerët e kësaj partie, si me Sasho Mihailkovin, ashtu edhe me Nikola Gruevski, ish kryeministin. Kështu që në nivel lokal, bashkëpunimi ynë me partnerin tonë koalicionit VMRO DPMNE është i zakonshëm, siç ka qenë gjithmonë. Partia BDI-ja në pushtet lokal, pra në aty ku i ka komunën, vazhdon të jetë të bashkëqeverisë me këtë parti. Pra nuk ka asnjë ndryshim, asnjë marrëveshje shtesë, është një linjë, pra një lloj prakse, një praktikë e zakonshme e bashkëpunimeve me partitë maqedonase, si në komunat me shumicë shqiptare, ashtu edhe në komunat me shumicë maqedonase, ku pra kryetari që është Maqedonas bashkëpunon me partitë. Pra asnjë gjë e veçantë. Do të vijojë bashkëpunimi edhe në Këshilla Komunal me partnerin tuaj të koalicionit. Kjo është ideja. Absolutisht, praktika ka qenë e tillë edhe tani. Pra BDI-ja aktualisht në këto momente në komunat ku ajo qeveris, bashkëqeveris gjithashtu me VMRO DPMNE, biles mund shkojmë në ekstrem, në një komunë të Maqedonisë Veriut, ajo bashkëqeveris me të majtën me një parti fashiste, i themi ne, është ekstrem shoveniste, është e majta Levica që quhet në gjuhën maqedonase, pra bashkëqeveris edhe me ata me një parti që në programin e saj, në platformën e saj politike, e ka çnjohjen e Kosovës. Pra ajo deklaron, pra e ka zinët të bardhë, ku thotë që në qoftë se vim në pushtet, do çnjohim pavarësinë e Kosovës. Pra kjo shkon në bashkëpunimi i BDI-s shkon edhe me ekstremin e majt,
e lërë më me partinë e VMRO-DPMN-s që ka bashkë qeverisë në 10 vjet me një VMRO-DPMN që ka qenë jashtë mase anti-shqiptare në përsa ka qeverisë në ato. Po sa i takon këtyre edhe akuzave po dhe informacioneve për ndërhyrje të Serbisë, ju i përmendët pak më herët, do të kërkoni një kontroll për këto ndikime të dorës së zgjatur të Beogradit aty? Tani kështu Serbia, bashkëpunimi ose ndikimi serb në Maqedoninë e Veriut, pra këta janë politika ditore, por ndikimi serb në Maqedoninë e Veriut është historik. Maqedonia e Veriut është shkëputur nga Jugoslavia dhe ka ruajtur një lloj lidhje, pra Maqedona si slav kanë ruajtur dhe vazhdojnë të kultivojnë një lidhje me serbët dhe Serbinë. Dhe mund të them, pra kjo është e përgjithshme jashtë politikave ditore, pra njihet edhe në shkenca politike, njihet edhe në literaturë, njihet në çdo fushë, kjo lloj bashkëpunimi, pra ka një lloj Serbia ruan një hegemoni kulturore politike mbi Maqedoninë e Veriut dhe konsiderohet shteti më mik edhe populli më mik për Maqedonin si slav këtu. Dhe kjo nuk mund ta zhbëj Vleni për një vit sa është në qeveri, biles mund të them lirisht që për sa kohë ka qenë BDI-ja në pushtet, ndikimi serb është shtuar për 10 vite, pra kanë bashkëpunime të ndryshme si në financa, si në ekonomi, si në politik. Mos harrojmë Aleksandar Vučić para një 2-3 vitesh u prit këtu nga Ali Ahmeti, u shoqërua nga Ali Ahmeti, edhe pse nuk ishte një pozitë të tillë shtetërore, pra ishte thjesht një deputet, u pa rrugëve të Shënaunit ku e shoqëronte presidentin serb Vučić bashkë me kryeministrin Maqedonas. Pra ishte diçka anomali, anormale, pse një deputet me funksion Ali Ahmeti shoqëroi presidentin serb, thjesht formalisht, por politikisht edhe shumë i dëmshëm, edhe fyjes për shqiptarët që një politikan shqiptar pa arsye të shoqëroi presidentin Vučić. Kemi edhe plot të tjera fakte sepse BDI-ja ka ndihmuar Serbinë në shumë raste, si për shembull Bujar Osmani, sa ka qenë ministër i punëve të jashtme këtu dhe ka qenë kryesues i OSBE-s sepse kishte radhën Maqedonia e Veriut. Ka bërë shumë dëme Kosovës duke propozuar një plan 9 pikësh që përfshinte tërheqjen e policisë nga Veriu, pra ka favorizuar Serbinë në shumë raste, ka vizituar Serbinë 11 herë dhe kur si ministër nuk e ka vizituar Kosovën, ka vizituar 2 herë Ukrainën si kryesues i OSBE-s dhe kur nuk e pat arsyeshme të vizitoj Veriun e Kosovës në kulmin e krizës. Kur ishte Kosova atëherë. Pra kemi një BDI mos them armiqësore, po jo miqësore ndaj Kosovës. Dhe kjo tani këto akuza që na drejtohen ne si Vlen, në fakt i drejtohen mos ndërhyrjes të Vlenit për diçka të imagjinare, sepse akuzojnë kryeministrin Mickovski, ndërsa këta vetë, jo vetëm që kanë pas kryeministri i Maqedonisë Veriut në kohën e tyre, po edhe këta personalisht vetë kanë pas ndikim që bota serbe të ketë një lloj të ushtrojë, të vazhdojë ndikimin e saj këtu në Maqedoninë e Veriut. Ne akuzojmë pse nuk e ndalojmë, jo sepse e stimulojmë siç e kanë bërë këta. Pra thjesht akuzojmë pse nuk ndalojmë. Por edhe kjo nuk është e vërtet, na akuzuan për këtë bashkëpunimin e bankës. Pra kemi një bankë edhe një herë këtu që kishte aksione të afërmit të Ali Ahmetit, edhe këta aksione që i kanë bler nga Sasho Mjailkovi, ajo figura, pra që për ne të mërshëm me gjitha ato afera që ka pas edhe gjitha ato tortura, vrasje ndaj shqiptarëve, burgosje që ka bërë të njerëzve të afajshëm, ja kanë bler aksionet atij, pra njerëz të afërt Ali Ahmetit, familjarë dhe bashkëpunëtorë të ngushtë, që t'ja shesin tani një banke serbe e afërt me
me regjimin e Vučićit. Na akuzuan se ne nuk e ndaluam futjen e kësaj banke serbe në Maqedoni, por nuk e dinin që ato ishin vetë fajtori. Pra edhe u harua kjo sepse ne pastaj filluam ta nxjerrim në pak faktet se si figura njerëz të BDI-s të Aliametit ndihmojnë financiarisht kapitalin serb të shtrihet edhe në Maqedoni. Unë dua të rikthem edhe një herë tek zgjedhjet lokale dhe të merrem me shqetësimet teknike, po shumë të rëndësishme ama që janë ato tamam nuk mund t'i quash shqetësime teknike, por e kam fjalën këtu për dyshimet apo shqetësimin tuaj si koalicion vlen nëse do të ketë manipulim apo deformim të vullnetit të votuesve. I keni ju mekanizmat për ta parandaluar, po them, apo dhe për ta denoncuar nëse një gjë e tillë ndodh, flasim gjithmonë në komunat me shumicë shqiptare? Tani kështu, unë jam në Strug dhe fushata im është kryesisht bëhet në Strug, por është e njëjta gjë ma merr mendja gjithandej. 23 vjet në pushtet, këta pra, siç e dim, pra kanë shtrirë këto fuqinë mjesht e tyre në çdo pore të administratës shtetërore, pra si në gjyqësi, si në nivel lokal dhe qendror, pra nuk mund të pushteti, pra ndrimi i pushtetit nuk bëhet shumë shpejt, pra një vit jemi në pushtet, dhe këto njerëzit, pra me njerëzit që i kanë dhe mendësinë që është rrënjosur tashmë te këta njerëz, pra te BDI-ja, kujton që ende janë në pushtet edhe pikërisht jo më larg se dje, pra dëgjojmë kërcënime, shantazhime që bëhen nga ish pushtetarët qendror dhe nga pushtetarët aktual komunal, që ju bëhen qytetarëve për mos me shkuar në përtubimet e vlendit, kërcënohen që nëse ju shohim atje do ju heqim nga puna, pra edhe pse janë në opozit, e kanë ruajt atë arogancë sepse e kuptojnë tani që janë më në fund të pushtetit të tyre, pra mund ta marrin goditjen përfundimtare me këto zgjedhje lokale. Natyrisht mekanizmat janë, janë organet e sigurisë, policia, e kështu me radhë, inspektoriat, po natyrisht këtu te ne megjithatë arrin të kalojnë kërcënimet dhe shantazhet dhe ky është një problem që ne ballafaqohemi çdo ditë. Mundohemi të bëjmë apele që të denoncojnë, të identifikojnë kërcënuesit, por shpesh nuk kemi sukses. Qartë. Beki, mund të falenderoj për bisedën edhe për gjithçka që sollë nga Maqedonia e Veriut në prag të këtyre zgjedhjeve lokale. Ju falenderoj për ftesën. Gjithnjë. Ishim me deputetin nga radhët e koalicionit Vlen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, zotin Bekim Qoku, folëm për fushatën zgjedhore që po zhvillohet atje për zgjedhjet lokale të 19 dhjetorit. Ne do të kthehemi vetëm pas pak në rubrikën e tretë në hapësirën sportive. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, hapësirën tonë të përjapshme sportive tashmë me dy miqtë e mi të zakonshëm në studio, me Andi Xhianin, trajner UEFA dhe avokat. Kush pëlqen më shumë, avokat apo trajner UEFA? Të dy. Në të rastin unë jam trajner, po dhe avokati pa diskutim. Përshëndetje dhe mirë se më erdhe. Dhe me trajnerin e gocave të Teutës, të ekipit të parë, Revion Mekshin dhe gjithashtu video analist. Përshëndetje, mirë se erdhe. Do të flasim për disa tema sot sa i takon futbollit. Do ta nisim me kombëtarin për të vazhduar pastaj tek superiore, tek kategoria superiore, kampionati shqiptar, për të vjuar me kampionatin e femrave, me superioren e femrave dhe për të vjuar më pas me disa ndeshje të Champions League-s dhe të kampionateve të tjera evropiane. Pa humbur kohë, menjëherë shkojmë tek kombëtarja. Pse? Sepse në datë 11 që i bie ditën e shtunë, në orën 9 pa inqerek të darkës, në 20:45, Shqipëria do të përballet me Serbinë atje në Serbi, një ndeshje që mesa unë kam mësuar do të luhet pa tifoz, duke pas parasysh edhe precedentin e asaj që ndodhi 11 vite më parë pothuajse. Andi. Ndeshja do të luhet, domethënë do jenë rreth 6000 vet siç ma stadiumi,
por nuk do jenë tifozët, por do jenë njerëz të ftuar dhe njerëz të zgjedhur që nuk mund të sjellin probleme, sepse normalisht Federata Serbe mban mend atë që ka ndodhur disa vite më parë, që ishte një skandal i vërtet, dhe ata kanë marrë masa sepse i ruajnë shumë gjëra. Qartë. Dhe pa diskutim që kjo mendoj që është në favorin tonë. Qartë. Të paktën ul presionin psikologjik të ultrazve. Jo sepse atëherë lojtarët e kombëtarës tonë janë gjithë lojtarë profesionistë që në nivelin më të lartë dhe pa diskutim që nuk është se indikon shumë atmosfera e stadiumit, se jam mësuar të luajmë me 30.000, 40.000, 25.000. Por kjo është ndeshje shumë specifike, sepse bëhet fjalë në Serbi kundër Serbisë, duam apo nuk duam ne, i dim situatat që janë midis dy shteteve, dhe është mbi të gjitha ndeshja e sezonit për kombëtarët tonë. Është ndeshja vitit, është ndeshja që ne duhet të kërkojmë 3 pikë. E kemi diskutuar edhe kur folëm atëherë. Mendoj që është për të dyja skuadrat që të ndeshje decisive. Edhe kur folëm atëherë për ndeshjen me Letonin, këtë thamë që kjo që na pret tani është pikërisht ndeshja më e rëndësishme e grupit. Kjo është ndeshja. Është pika e kthesës ose e vazhdimit, po themi. Revion, për tu futur pak edhe tek lista, tek cilat mund të jenë në fakt mbasi ndoshta është herët, po nuk e di ju që jeni nga fusha e sportit mund të keni edhe informacione. Çfarë mund të bëjë Silvinjo, po them, me kombëtaren? Kemi edhe këtu mbas shpinës tonë, që mund ta shohim edhe në ekran aty, kemi listën e lojtarëve. Atëherë Silvinjo bashkë me stafin e ka analizuar akoma më mirë situatën e gjithë lojtarëve që ka thirrë. Por kemi hyrje të reja, kemi edhe mungesa. Gjithsesi mbetet për të parë, nuk besoj se mund të ndryshoj shumë ke pjesa e modulit lojës nga që kemi pa dhe që jemi mësuar. Që do të thotë një 4 4-2-3-1, 4-2-3-1, po, ka ose 4-3-3, pasul mos po them. Këto ka përdorur më shpesh dhe besoj që prap po aty do rrotullohet ke rreshtimi skuadrës. Nga lojtarët që ne i kemi këtu, i kemi dhe mbas shpinës tonë aty në ekran, për shembull, cilët mendon ti se janë më të përzgjedhurit, po themi me probabilitet. Duke nisur që nga tjetër e partës. Silvinjo na ka mësuar që çdo lojtar i ri që afron në ekip rrallë herë fillon si titullar. I beson si thosh gardës vjetër. Dhe mendoj që prapë njëjtë do jetë, po vetëm mund ndryshoj mënyra e interpretimit të lojës. E kuptoj. Që do të thotë Strakosha do të vijoj, besoj do të jetë në port, për sa i takon mbrojtjes do të kemi Hysain, Mitajn, Gjimshitin patjetër që është kapiten i skuadrës, edhe Ajeti, po. Për të ardhur në mesfush? Mesfush mendoj që Yljan Shehu është konfirmuar tashmë si pjesë kyçe e lojës skuadrës. Nedim Bajrami po ashtu, Qazim Laçi po ashtu dhe Aslani. Qartë. Por Nedim Bajrami ai kalon shpesh dhe si pjesë e sulmit, si lojtar ofensiv. Nuk e di ç'do bëhet me Hasanin, do filloj nga fillimi apo jo, por nuk e besoj, mund të jetë prap një broja në krah. Sipas pavarësisht se broja nuk është se ka dhënë dhe atë që pritet në mbi. Për të ardhur te sulmi? Te sulmi Rejmane vazhdon të jetë zgjedhja e Silvinjos. Po. Më vjen keq që Mirlin Daku nuk po nis nga fillimi. Do doja ta shifja nga fillimi. Qartë. Mendoj që po, kjo mund të jetë pak a shumë. Kemi një hyrje të re Klis Mancake. Po. Te pjesa e mbrojtjes. Lojtarin e Shkëndijës të Tovës. Por nuk besoj se mund të japi prioritet në ndeshje si kjo me Serbinë. Në këtë ndeshje unë mendoj që do luajnë lojtarët që janë boshti ekipit të kombëtar dhe mbi të gjitha që janë formë të mirë. Unë po guxoj, po e them një informacion siç e kuptoj dhe duke e njohur pak a shumë dhe Silvinjon, por duke shpresuar atë që kam thënë në 2 ose 3 emisione përpara këtu ke ty, që shpresoj që kombëtarja ime të luajë ball hap me Serbinë atje, të mos mbyllet. Dhe mendimi im është që Tomas Strakosha do jetë në port, Gjimshiti dhe Ismaili, mendoj që do jetë mbrojtjes. Ismaili, po. Mario Mita i pa diskutueshëm krahun e majt. Elseid Hysain në krahun e djathtë. Yljan Shehu është lojtari më në formë mes fushës tonë dhe rregullatori. Kemi Qazim Laçin,
dhe Kristian Aslanin. Ndërsa për sulmin, mendimi im është që në qendër do luaj Mirlin Daku, në krahun e djathtë Armando Broja, sepse ka marrë minuta edhe dje ka luajtur në kampionatin anglez me Burnley, dhe në krahun e majt Myrto Uzuni. Myrto Uzuni, jo Reimanaj. Ja, për mua jo. Reimanaj nuk është formën e dur dhe mund ta nisi nga fillimi. Ti si tifoz i Barcelonës doli me 4-3-3, apo jo? Por aty pastaj mund të luhet edhe 4-2-3-1, kur na sulmojmë skuadra bëhet në blok 4-5-1, këto janë pjesë tekniko-taktike që ne trajnerët i dimë, i sqarojmë, i shpjegojmë. Ideja është që këto janë lojtarët më të fortë që kemi dhe vërtet ne duhet guxojmë, se fundja edhe po humbëm, e kemi thënë, nuk është fundi botës. E rëndësishme është që ne të luajmë futboll. Të dalim në lojën tonë, të realizojmë lojën tonë. Se kemi vërtetuar dhe në eliminatorët e kaluara, bëm një europian gjatë mirë. Dhe normal Serbia nuk është Spanja, nuk është Italia, nuk është Kroacia. Serbia ka element mirë, por nuk mendoj që është në ato nivele që ne t'i friksohemi. Ne duhet shkojmë atje të luajmë ballhap. Inshallah kemi dhe fatin se që të marrim një fitore. Doja të shtoja që Serbia ka dhe probleme të brendshme në kombëtare me trajnerin. Kush është trajneri i Serbisë? Stojković. Dragan Stojković, një lojtar legjendar i kombëtarës serbe. Mos ka luajtur te Milani kë? Jo. Nuk e di pse gjithë kanë luajtur te Milani. Ke Milani kanë luajtur të tjerë. Kanë luajtur të Sinisha ai që vdiq më duket. Savicevic po. Sinisha ka qenë ke Lazio. Ja, Sinisa Mihajlović po. Dhe du të them që edhe ato nuk është janë në një moment mirë ke pjesa e organizimit, ke pjesa me trajnerin, me gjendjen që kanë, në situatën që kanë, po. Padyshim që Serbia gjithmonë ka nxjerr lojtar. Patjetër. Lojtar cilësor. Patjetër. Që kanë lënë shenjë kampionatet europiane, por edhe ne me potencialin e lojtarëve që kemi nuk është që jemi keq, por mbi të gjitha ne kemi grupin që mund na çojë përpara. Nëse ne vazhdojmë si grup, flymë kompakt, ne mund të marrim rezultat në çdo ndeshje. Ne nuk kemi për ta mbyllur. Nuk kemi një yll, nuk kemi një Messi, një Cristiano Ronaldo. Pas kusht, as Serbia nuk e ka. Karakterizuar gjithmonë është shpirti i garës, edhe është krenaria për atë fanell, që është vërtet ata çuna duhet të jenë krenarë që veshin atë fanell. Është ëndra më e madhe për çdo lojtar, për çdo sportist, për çdo shqiptar. Kështu që urojmë fitore për çdo trajner. Absolutisht. Shumë vërtet. I urojmë vërtet fitore kombëtarës, do t'ja urojmë edhe kur ta mbyllim emisionin pa diskutim, është kryefjala në fakt e gjitha përpjekjeve e javës. Dhe shkojmë tek kategoria superiore, te pjesa e dytë, ku kemi pas disa ndeshje interesante. Shpejt un po i përmend, Teuta Bylis 1-0. Teuta bën detyrën. Vora Egnatia 0-1, edhe Egnatia bën detyrën në transfer, Vllaznia Elbasani 1-0, një ndeshje e fortë midis dy pretendentëve kam përshtypjen kjo. Dinamo Flamurtari 2-0, Flamurtari vazhdojnë që të mos paraqitet mirë dhe po themi kryendeshja derbi kryeqytetit Partizani Tirana 0-3, rikthim i Tiranës do të thoja, siç është komentuar gjerësisht. Çfarë mund të themi për atëherë? Kjo javë para shumë na tregoi se kush do të jenë ekipet që do pretendojnë për të fituar këtë Superligë dhe kush do të jenë ekipet që do luftojnë për mbijetesë. Sepse edhe vetë renditja dhe vetë rezultatet e tregojnë. Dhe konkretisht, Vllaznia, Egnatia, Elbasani, Teuta dhe Dinamo mendoj që do jenë skuadrat që do luftojnë për të fituar superiorën, ose më saktë për të hyrë te kaçja e parë, sepse ne dimë që kemi një formulë që luhet një sezon, pastaj 4 vendet e para bën një Final Four dhe atje përcaktohet dhe fituesi i superiorës. Kujtojmë që në vend të parë dhe është Vllaznia, po me pikë të barabarta me Egnatian. Pastaj Elbasani në vend të tretë me 11 pikë, Teuta në vend 14 me 10 pikë. Me edhe Dinamo me 10 pikë. Edhe Dinamo me 10 pikë, Teuta me 10 pikë. 5 skuadrat e parë jemi ndarë në 2 blloqe. 5 skuadrat e parë, Vllaznia, Egnatia, Elbasani, Teuta, Dinamo pretendente, pa diskutim që kampionati është i gjatë. Flasim aktualisht dhe për gjendjen që pam këtë javë. Vllaznia kemi thënë, është skuadra aktualisht më e mira, ka boshtin më të mirë, bën futbollin më të bukur dhe po ecën rrugën e dur. Egnatia është futur në shinat, kampion e fuqi, është futur në shinat e vet, në rrugën e vet dhe tani është e vështirë ta mundësh. Do jetë e vështirë ta mundësh. Elbasani është aty, pavarësisht kësaj humbje me Vllaznin, por ka bërë një ndeshje dinjitoze në Shkodër, sepse e tham që Vllaznia është goxha lart, Elbasani është aty. Teuta është në ngjitje, në çdo ndeshje vazhdon të ngjitet, vazhdon trajneri Dobi bashkë me gjithë grupin, me stafin dhe me lojtarët në atë progresionin e vet, hap pas hapi ti marrin ndeshjet një nga një
Fituan 1-0, duket një rezultat i ngushtë dhe është i ngushtë dhe duket që ka qenë një ndeshje e luftuar, pa diskutim, por Teuta ka dhe kualitete brenda që e zgjidhin ndeshjen. Interesante. Profesor, tash më thuaj cilat nga ndeshjet, nëse këtu 5 ndeshje janë gjithë, do doje që të komentoje që të kanë bërë më shumë përshtypje edhe nga ana teknike dhe nga ana e zhvillimit të tyre, po them. Atëherë, ishte në stadium që pash dje ndeshjen e fundit, Teutën me Bylis, siç tha dhe kolegu që ishte ndeshje goxha e luftuar, por edhe terreni u bë pak i vështirë sepse për shkak të motit, të shiut dhe erës, kishte edhe goxha erë dhe loja u bë dhe më e vështirë për të dalë ekipet respektive ke manovrat e tyre. U bë një gol fal një devijimi të goditjes së Votlajt nga Abazaj dhe mbajtën rezultatin, që do të thotë Teuta vazhdon me shifrën 0 ke kolona e humbjeve. Është një ekip që s'ka bërë akoma humbjen e parë dhe po ecën në rrugën e dur. Po ndjek kryesuesit me 3 pikë diferencë dhe siç tha Andi që është ndar pesja e parë që mendohet të pretendojnë për Final Fourin dhe unë gjithmonë dëshiroj që ke pjesa e Final Fourit ke gjithmonë më shumë se 4 skuadra sepse lufta bëhet më e fortë, më interesante, më e bukur. Qartë. Tani ndeshjet nuk besoj që Dinamo Flamurtari kishte historisë ndeshje, pra edhe në kuptimin e pritshmërive Flamurtari është vendi i fundit aktualisht. Dinamo shfrytëzoi goxha mirë. Shfrytëzoi situatën e Flamurtarit. As Vora Ignatia nuk besoj se kishte ndonjë historisë ndeshje. Ndeshja e luftuar ishte. Vetë rezultati e tregon. Vetë rezultati në fakt. Kur thot Dani që e tregon, të treja ndeshjet që kanë dalë nga 1-0, 0-1 kanë qenë të luftuara, sidomos dhe ajo pjesa e pretendentëve Vllaznia dhe Elbasani, që i rëmbeu Kreun, ishin goxha të luftuara. Në fakt, sa i takon Vllaznia e Elbasanin për të ardhur tek 2 ndeshjet e forta? Atëherë Vllaznia e Elbasani ishte vërtet një ndeshje luftuar, ishte një ndeshje që mbi të gjitha kishte tifozërinë shkodrane në stadium, që jep një atmosferë të jashtëzakonshme dhe është kënaqësi kur tifozët vinë në stadium. Dhe unë kam thënë në emisionet e kaluara që ky vit trajnerët shqiptar po synojnë më shumë sulmin se sa mbrojtje. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Kemi gola, shënohen gola, ka lojë sulmuese, ka lojë ofensive. Ka argëtim se fundi i futbollit është argëtim dhe pa diskutim duke pasur dhe rivalitet, atëherë edhe tifozët afrohen. Duhet të theksoj, e kam theksuar edhe herë tjetër, kampionati shqiptar nuk është se ka diferenca shumë ndaja. Nuk është se kemi 1-2 skuadra top dhe skuadrat e tjera janë poshtë. Dhe po të shohësh dhe rezultatet dhe ndeshjet janë shumë ngushta. Dhe ka shumë rivalitet, por diferencën e bëjnë emrat, diferencën e bëjnë skuadrat që kanë më stof, kanë më fanel. Duhet përmend Partizani Tirana. Derbi më i madh i futbollit shqiptar. Kënaqësi që Tirana rikthehet, kënaqësi që Tirana fiton 3-0. Nuk dua të them që dominoi absolutisht. Nuk është se dominoi, por shfrytëzoi rastet që ju dhan para portës dhe tregoi vërtet karakter. Keqardhje e madhe për gjendjen aktuale të Partizanit, sepse është vërtet një emër shumë i madh dhe ne kemi nevojë për Tiranën, për Partizanin, për Dinamon, për Vllaznin, për Teutën. Janë vërtet emra kolos futbollit shqiptar dhe duke qenë këto në superiore, duke prodhuar futboll, duke nxjerrë lojtar, atëherë kemi mundësi që edhe ekipet jonë kombëtar të marrë lojtar nga superiore, se qëllimi i gjitha kjo është, dhe të promovojmë futbollin tonë të gjitha. E vërtet. Shkurtimisht për konkurenca e rrit cilësinë e shkurtimisht për Dinamo, për Partizani Tirana, që të kalojmë dhe tek formacioni i javës pastaj. Atëherë ishin ndeshje derbi, ndeshje luftuar, pavarësisht rezultatit. Ishte një ndeshje goxha e luftuar, por me sa pash Tirana kishte përgatitur më mirë, ishte më e organizuar dhe më kërkuese për fitoren. Jo se Partizani nuk ishte, por kjo u tregu më qartë në fushën e lojës dhe rezultati bëri vetëm, pastaj dhe problemet ke klubi Partizanit erdhën rishas, si përpara ndeshjes dhe pas ndeshjes. Qartë. Dhe si përfundim derbi mbeti bardhë dhe blu. Japim një lajm dhe për emisionin, sepse ka dhënë dorëheqjen drejtori sportiv i skuadrës Partizanit, Arber Abilali, i cili ka qenë disa vite aty në postin e drejtorit, pa diskutim ai ka kontributin e vet në atë klub.
por me sa duket ka ardhur momenti duke parë dhe gjendjen e Partizanit dhe situatën që është krijuar në klub, ka menduar që t'japi dorëheqjen, që t'i hapi rrugë dikujt tjetër që ka ide të reja, vizion të ri dhe urojmë shumë që Partizani të rikthehet. Mirë, tani do të flasim shkurtimisht edhe për formacionin e javës. Revion do të na shfaqet edhe në ekran. Si paraqitet, po themi, në përgjithësinë e vet? Atëherë, siç është e përfshirë në formacionin e javës dhe në studiet të tjera me kolegët e tjerë jemi në një mendje bashkë me Andin me formacionin e javës sepse e kanë merituar pothuajse të gjithë ato që janë aty. Kemi vetëm një ndryshim të vogël në modul, menduam ne, dhe në lojtar. Okej. Atëherë, kemi filluar me Jana Çek, vazhdon me paraqitjet e mira, pavarësisht se humbi me skuadrën e tij 1-0 kundër Vllaznis, ai vazhdon me paraqitjet e mira dhe meriton të jetë aty në kategorinë e portës. Është konstant në paraqitjet e tij. Kem siguri maksimale trajnerit Gëzdaviç dhe skuadrës Elbasan. Dhe pavarësisht siç thash të situatës, nuk është se pëson shumë gola, është një pikë kyçe e fortë për portën. Edhe vjet, se po zgjatëm pak, edhe vjet patin një portier goxha të mirë, por për arsye të ndryshme nuk vazhdoi kontratën me Elbasanin sepse edhe portierët që kishin vjet ishin goxha i mirë. Atëherë në qendër të mbrojtjes Xhemali i Egnatias vazhdon me paraqitjet e mira, është një, siç e kam thënë dhe herën e kaluar që ishte informacioni i javës, që është një vlerë e shtuar e kampionatit shqiptar. Është një mbrojtës me tipare evropiane, mbrojtës modern dhe goxha i sigurt në lojën e tij. Zogos vazhdon një tjetër paraqitje të mirë i Teutës. Toli në krah të djathtë. Toli në krah të djathtë nuk është pozicioni i tij natyral, është spostuar aty në vend të Dokës dhe ka bërë shumë mirë në dy ndeshje që ka luajtur aty. Edhe dje ka bërë një performancë shumë të mirë, prandaj mendum që është ideali i duri për pozicionin. Në krah të majt Andrej Jago i Vllaznis, shënuesi golit dhe një lojtar shumë konstant në krahun e majt për gjithë Superligën. Okej. Për të ardhur në mesfush. Në mesfush, surpriza e kësaj jave, Vogli i Tiranës, një djalë i ri që po bën mirë dhe e meritoi të jetë aty me paraqitjen e tij. Profesor Evioni, më lejo të shtoj diçka sepse edhe Vogli është si Murata që përmendëm javën e kaluar, ka bërë një ndeshje në thuajse perfekte e gon, jo për vetëm mënyrën se si ka luajtur futboll, por për shpirtin e garës që ka treguar. Dhe domethënë nga minuta parë deri minutën e fundit ka qenë konstant, ka luftuar dhe ka treguar që vërtet e ndjen atë fanelën e Tiranës, 26 herë kampion të Shqipërisë, dhe është një djalë i ri dhe i herë duhet t'i moshojmë faktin që duhet besojmë te të rit tan. Patjetër, sigurisht. Për vazhduar me Votlajn. Me Votlajn e Teutës vjen nga Egnatia, ka qenë gjithmonë pjesë e stolit ke Egnatia, sepse është vështirë të zësh vendin Albano Aleksit ke Egnatia, sepse është një lider dhe ka eksperiencën e dur dhe është një pikë kyçe ke loja e Egnatias, patjetër që është vështirë. Fernando rikonfirmohet? Por Votlaj po bën paraqitje shumë të mira që kur ka ardhur ke Teuta. Unë e kam ndjekur dhe nga afër dhe dje bëri një ndeshje shumë të mirë, pati një dëmtim dhe u detyruar të dilte nga loja, por goli erdhi si pasojë e goditjes së Votlajt dhe devijimit të Abazit. Fernando vazhdon, siç thash për Xhemalin, që është një vlerë e shtuar e kampionatit, është një nivel tjetër dhe rikonfirmohet për paraqitjet e tij. Po e tregon javë pas jave, po rritet si nga aspekti fizik, pa diskutim që aspekti teknike ka shumë lartë dhe kemi thënë edhe në javën e kaluar që është një lojtar që bën diferencën në superiorin tonë. Dhe lojtar i kyç për trajnerin Tetova. Bukur. Atëherë në sulm treshë e sulmit Mala, pavarësisht sepse ke ekipi i Vllaznis ka luajtur më poshtë, por për efekt të modulit ne kaluam në krah të majt sepse Mala i ka bërë të dyja krahat e sulmit. E ka karakteristikë të vetën që
luan me të dyja këmbët shumë mirë. Dhe është lojtar që luan dhe poshtë nga brenda, luan dhe poshtë në treshën e mesfushës, luan dhe si 10 dhe është një lojtar polivalent ke pjesa e mesfushës sulm. Vazhdon me paraqitjet e tija të mira dhe është pjesë e formacionit të javës. Nani nga krau tjetër, autori golit, një goli shumë të bukur të Dinamos, paraqitje shumë e mirë këtë javë dhe është aty në 11-ën e javës. Tabeku i Tiranës, një tjetër paraqitje e mirë. Ka ndikuar edhe fitoria vendosin patjetër. Dhe golat decisiv që kanë bërë lojtarët, si Votlaj, Mivel që ndihmoi ekipin, Jago, Nani, Tabeku. Por Tabeku ka qenë edhe përpara, ne kemi vënë apo profesor Vioni edhe 2-3 javë përpara kur luti Tirana me Flamurtare që vërtet ajo ndeshje përfundoi barazim, mos gabohem, por tregoi që ishte vërtet lojtar me vlerë dhe një sulmues potent dhe i fortë dhe e meriton. Është një lojtar që do t'i bëj punë Tiranës në vazhdimsi. Në vazhdimsi, po bukur. Sepse hap hapësia është lojtar që mban trajneri i javës profesor Edi Martini. Rimori Kreun e renditjes është dhe po bën mirë dhe ka vazhdimsi, mbi të gjitha është Shkodran dhe e kemi thënë edhe tjetër e një ambientin në mënyrë perfekte. Ishte ilaçi i dur për vllaznin. Kjo është e rëndësishme. Mirë, të flasim pak shkurtimisht edhe për superioren e femrave tani. Teuta ka vijuar të dalë mirë, besoj është në vend parë. Po, në vend parë. Përkaq rezultatet e tjera? Atëherë, folur shkurtimisht, po. Teuta fitoi me Ignatian 5-0 në ndeshjen e dytë dhe Atletik Klub Shkodra fitoi me Kinostudion, ku golet shënuara nga një sulmuese që unë kërkova ta kisha ke pjesa ke ekipit tim ke Teuta, Leoselda Sale, pjesë e kombëtares, një lojtar shumë e shpejtë dhe e mirë. Një ditë më mrapa, dje, luajti Gramshi me Lushin, një fitore Trondice 18-0, nivel, por pavarësisht situatave, nivel ekipet nuk kanë nivelin e njëjtë ke kampionati femrave, ndryshe nga kampionati meshkujve. Vllaznia nuk luajti sepse luan mesjavë me Interin e Milanos për Europa Cup në Europë, në Milano, dhe jo gjithë ndeshjet janë zhvilluar. Në mesjavë ka qenë një ndeshje përpambetur Egnatia Apolonia, fitoi Apolonia 0-2. Vazhdon në të Teutës, po flas me ne tani. Po jetë trajner, patjetër që me ne do flasësh, sigurisht. Me 6 pikë, ndjekur nga Vllaznia, nga Apolonia dhe nga Gramshi me 3, por që kanë nga një ndeshje më pak. Sa deri kur zgjat po them si muaj superioria e femrave. Duke qenë se ka dhe më pak skuadra pyes. Apo nuk ka. Superioria e femrave është me 2 faza, ndryshe nga e meshkujt që është me 4 dhe kanë Final Four. Ke femrat është me 2 faza dhe Final Four. Okej. Dhe bëhet Final Four dhe pastaj shpallet, ndërkohë që është dhe kupa në mes e kampionatit femrave, është dhe kupa e Shqipërisë, kupa e Republikës. Mendoj që jemi në rrugën e dur, kemi ndeshjet decisive në Fier javën që vjen, sepse kampionati femrave vazhdon, nuk ndërpritet këtë javë, ndërpritet më mbrapa, sepse është kombëtare e femrave më mbrapa, kurse kemi meshkujt ndërpritet prej kombëtares. Qartë. Shkurtimisht çfarë do thotë të femrat që të kalojmë shkurtimisht unë nuk është se e kam ndjekur shumë kampionatin e femrave, por sa kam informacion dhe nga miku im, nga kolegu, Teuta pa diskutim që është skuadër që është në rrugën e dur. E kemi thënë dhe javën e kaluar, me stafin, me grupin, me presidencën, me të gjithë, që po bëhet një punë shumë e mirë dhe unë uroj vërtet suksese dhe shpresoj shumë që të vazhdojnë kështu, në fund pse jo të shpallën kampion. Por pa diskutim është Vllaznia, që është skuadra për të mundur, që është 13 herë, 14 herë kampionja e superiores femrave, është skuadra Gramshi që ka 2 apo 3 sezone në informacionet e mia që është goxha mirë. Pastaj ekipet e tjera, Apolonia deri diku, pastaj ekipet e tjera kanë disë nivel të madh. Kështu që midis tyre 3-4 skuadrave do luhet edhe Final Four-i dhe pastaj aty do shpallet dhe ekipi që do na përfaqësojë në Europë, 2 ekipet sepse është vendi i parë dhe vendi i dytë. Suksese Teutës dhe gjithë skuadrave të tjera.
Suksese. Faleminderit. Mirë, të kalojmë tani tek ndeshjet nga Evropa që janë Champions Liga dhe kampionatet evropiane. Do ta nisim shpejt me Champions League-ën për tu rikujtuar edhe një herë po i hidhja një sy gjitha ndeshjeve që ka pas në datë 30 shtator dhe 1 tetor për të diskutuar ato më të rëndësishmet, ku me sa duket patjetër kryendeshja ishte ajo midis Barcelonës edhe Parisit në datën 1 tetor që përfundoi me fitore në transfer të Parisit të Luis Enriques. Nga ana tjetër edhe Monaco me Manchester City, një transfer dukshëm e vështirë për City në Guardiolës me një barazim 2-2. Një tjetër ndeshje fort, një tjetër transfer të fort për Juventusin. Villarreal Juventus, sërish edhe ajo 2-2, Leverkusen PSV 1-1, Napoli me Sportingun e Lisbonës, një fitore në Maradona Stadium. Maradona Stadium, 2-1 për Napolin. Një ndeshje tjetër, po themi, interesante ndoshta për të diskutuar, është ajo midis Chelsea edhe Benficës. 1-0 për londinezët në Stamford Bridge. Gjithashtu mund të flasim edhe për Marseille. Po, për Galatasaray, Liverpool, një transfer në ferën e Stambollit. Në ferën e Stambollit, po. 0-1 mbet Liverpooli. Po, mbet Liverpooli, po atje është një atmosferë e jashtëzakonshme. Kam dëgjuar dhe intervistat e disa lojtarëve të Liverpoolit pas ndeshjes. Ata luajnë në nivel shumë të lartë, luajnë në stadiumin e vet dhe shumë stadiumet të Europës që janë nivelit shumë të lartë, por zhurma që bëhet në stadiumin e Stambollit ishte e pa imagjinueshme. Domethënë edhe vetë lojtarët e Liverpoolit kanë ngelur disi të çuditur nga atmosfera që nga minuta parë deri minutën e fundit tifozët turk nuk kanë pushuar. Pastaj skuadra Galatasaray u përgjigj tifozëve në fush, fitoi 1-0 dhe vërtet unë e pasha ndeshjen dhe e meritoi skuadra Galatasaray. Për të ardhur tek, po themi kështu, finalja Barcelona Paris Saint-Germain, një finale e gjitha spanjolle, njëra nga vetë origjinë e skuadrës, tjetra nga trajneri, një finale edhe e topit të artë. Atëherë, e vërtet. Atëherë, topi i artë mungote këtë ndeshje. Osman Dembeleja, po. Ishte mungesë shumë e rëndësishme skuadrës Parisit, plus dhe disa lojtarë tjerë. Duke parë vitin e kaluar, Paris Saint-Germain është skuadra aktuale fituese e Champions League-s. Dhe duke parë performancën dhe sezonin që bëri Barcelona vjet, vërtet ishim kurios të gjithë tham vjet që finalja e dur do ishte Barcelona-Paris dhe jo Paris-Inter. Dhe prisnim me padurim. Kishte mungesa, Parisi kishte mungesa më shumë, Barcelona kishte mungesat e veta. Me thënë të drejtën, pjesa e parë e Barcelonës ishte goxha pozitive. Luajti futbollin e vet, dominoi, pati raste në pjesën e parë. Por nuk i shfrytëzoi dot. Arriti të shënoi vetëm një gol. Dhe pastaj Parisi me kalimin e minutave e ngriti lojën e vet. Ka një lojtar të jashtëzakonshëm që unë nuk arrit ta kuptoj pse në Europë nuk vlerësohet aq shumë, Nuno Mendes, një lojtar vërtet polivalent, një lojtar i fortë, i shpejtë, edhe goli barazimit nga ana e Parisit është merit absolut e tij dhe gabim shumë i madh i qendrës mbrojtjes së Barcelonës, Pau Cubarsí, i cili doli huq. Dhe pastaj në pjesën e dytë nuk e kuptova, me thënë të drejtën, pse Barcelona ra, si fizikisht, por edhe në posesimin e topit që ata kanë armën numër 1 tyre, Parisi e vuri përpara edhe arriti ta fitojë ndeshjen me merit plot. Mendimi im është që këtë ndeshje e meritoi Parisi. Qartë. Çfarë duhet të komentoje, Erbion? Atëherë Te kjo ose të ndeshjet të tjera po flas. Për Barcelonën nuk doja të flisë sepse e ligji të mundit. Doja që t'i dhimte çik Barcelona këtë javë. I dhimbi. Sepse erdhi nga humbje në humbje, ndërkohë dhe në kampionat. Atëherë Villarreal Juventus ishte një ndeshje e bukur për të parë. Me 4 gola. Me 4 gola. Një 3 pikë ikur nga duart në minutën 90. Që Juventus t'i dhimti shumë. Dhe këto barazimet për i kthehen në një maks ndeshje pas ndeshje, por performanca nuk ishte dhe aq e keqe, ishte goxha e mirë, por mungesa e përqendrimit në momentin e fundit i kushtoi goxha. Napoli me Sportingun e Lisbonës. Napoli bëri detyrën, një ndeshje normalisht të luftuar, në Champions League nuk ka ndeshje të dobta. Sigurisht. Ndeshje të thjeshta, është gjithmonë në top nivel. Sepse një ndeshje është. Po, patjetër, dhe është të gjitha skuadrat japin maksimum. Pikërisht. Dhe mendoj që Napoli është në rrugë të dur për të ecur larg në Champions League, ndërkohë dhe në kampionat pasi që do i kthehemi prap, vazhdon të jetë me një
Conte ka bërë një skuadër shumë kompakte. Shumë kompakte, shumë të mirë. Galatasaray Liverpool e diskutuam para shumë. Atëherë ke Galatasaray duhet të ndalë vetëm për punën e stadiumit që tha Andi, edhe Liverpooli është mësuar me nivele të tilla, me atë zhurmën. Po, është mësuar dhe në atë stadium biles, jo vetëm me atë zhurmën. Po, dhe për më tepër në Anfield është gjithmonë që konsiderohet thirrja Anfield. Po. Dhe për zhurmën. Por atë ditë me Galatasarayn ishte komplet një tjetër gjë. E vërtet. Për të ardhur në Londër, në Stamford Bridge të Chelsea me Benficën. Chelsea-Benfica një ndeshje shumë e vështirë. Duket edhe nga rezultati në fakt. Nga rezultati dhe një karton i kuq, por mori 3 pikshin. Chelsea gradualisht po vjen me oscilacione, po përvjen në rrugë të dur dhe nga ana e lojës dhe nga rezultatet. Sepse do diskutojmë më brapa, ka fituar në kampionatin vetë me Liverpoolin në kryendeshjen e javës. Ndërkohë që dy skuadrat e tjera më dha Bayerni dhe Real Madridit thjesht kanë për detyrë nga 5 gola. Duhet të cek vetëm Atletico Madridit për të fundit. Po, Atletico Madridit me i trajnë Frankfurt. Okej, rezultati është 5-1 dhe tregon një dominim absolut të skuadrës Simeones, po dua ta përmend sepse fillimi i sezonit për Atletico Madridit nuk kishte ai duari. Dhe ne kemi thënë këtu që duhet të presim pak, sepse janë skuadra të mëdha dhe nuk duhet të japim opinionin tonë dhe gjykimin tonë pa e parë në vazhdimsi. Dhe kjo e tregoi mundi Real Madridit në derbi, fitoi në Champions League, ka fituar edhe këtë fundjavë në kampionatin e vet. Kjo tregon që skuadra po në Shina. Mund të hidhemi te kampionatet tash dhe të kapim më thuaj. Është pak renditjen e Champions League-s. Bayerni është në vend të parë, Reali në vend të dytë, PSG në vend të tretë, Interi në vend të katërt, Arsenali në vend të pestë dhe Karabaki Azerbajxhanit. Në vend të 6 tani të gjitha këto që thash unë janë me 6 pikë. Patjetër. Sa numërova nga i pari tek i 6 janë me 6 pikë. Egon, duhet të sqarojmë diçka. Kanë ndryshuar formula. Kanë ndryshuar formula për qartë. Dhe kalojnë në turin tjetër 24 skuadra. Po, deri tek Juventus. Këtu dua dal tani pak te ajo pjesa që profesor Evioni tha që u bë pak qefi, tha që ajo Barcelona humbi. Sepse është vetëm ndeshja e dytë dhe humbja e parë dhe janë në mos gaboj dhe 13 ndeshje tjera. Dhe nuk diskutohet që emrat e mëdhenj do kalojnë. Patjetër. Do kthehen pa diskutim që do rikthehen dhe Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City janë skuadrat që do realizojnë këtë sezon për Champions League. Qartë. Por vetëm diçka, nëse nuk rref Parisi ndeshje direkte, kjo tregon që ka disa probleme. Ka disa probleme. Do zgjidhen rrugës. Okej, mirë. Do gatim në kampionatet tash tek Premier Liga i pari, kemi pas ndeshje interesante, le të shohim disa prej tyre. Chelsea dhe Liverpooli prap mor karton të kuq Chelsea dhe prap e fiton ndeshjen, po prap 1-0. Ndjes 2-1. 2-1 ndjes me 1 gol diferencë në Londër. Atëherë e pash ndeshjen me shumë vëmendje, ishte një ndeshje me shumë ritëm, siç kemi edhe pamjet, shumë ritëm, shumë rivalitet në fushë dhe Chelsea fitoi në sekondat e fundit. Dhe ajo që më pëlqeu më shumë ke ndeshja ishte vrapimi i Mareskës pas golit fitores që u tërbu fare në ato momente. Është adrenalin vetë. Fitore në minutat e fundit, fitoret e vuajtura të shijojnë më shumë. Absolutisht. Shumë vërtet. Dhe pa përmendur pastaj pjesën e lojtarëve që sigurisht janë niveli më i lartë, është kampionati më i fortë në botë, pa diskutim që ndeshjet të tilla ta bëjnë që të dashurosh dhe më shumë këtë sport magjik. Dhe vërtet është nuk e heqja si presa asaj që tha profesor Vioni, që një ndeshje luftuar, një ndeshje fortë dhe tregoi që Chelsea është në rrugën e dur për të rikthyer ai fundit sezonit kaluar kur mundi dhe Parisin e madh. Dhe duke qenë Chelsea, duke qenë Liverpooli, duke qenë City, duke qenë Tottenhami. Qartë. Kjo tregon. Edhe Arsenali. Arsenali ka bërë detyrën me West Hamin, ndërkaq është rikthyer Manchester United. Lajmi i Premier Ligës. Ka mundur Sunderland 2-0. Sunderland e Granit Xhakës. Dhe të Lorik Sam. Një lojë relativisht mirë dhe ne mendojmë që është kthyer në rrugën e dur. Pastaj vjen java tjetër humbet, po jo thjesht humbet se një ndeshje futbolli mund ta humbasë, ti mund dominosh dhe nuk thjesht fati dhe humbet. Por humbet duke
skuadra tjetër duke dominuar në çdo aspekt. Dhe tani rikthehet prapë dhe fiton kundër Sunderlandit me rezultatin 2-0. Dhe kësaj unë mendoj që edhe vetë trajneri i Manchester United duke jep një shpjegim saktë. Po ne çfarë shohim nga jashtë, themi që nuk është rrugë në dur akoma. Don shumë kohë të rikthehet Manchesteri i dikush. Mua në kampionatin e anglisë të Premier Ligës më pëlqen fitoria e Tottenhamit. Më pëlqen trajneri që ka Tottenhamit, Thomas Frank, danezi, dhe ekipin ka pak a shumë po atë që ka pas vjet me ndryshime të vogla, por do doja të ngjitej lart sepse mendoj që mund të bëj goxha mirë. Qartë. Do kalojmë tek La Liga në Spanjë. Shpejt disa ndeshje. Më fal, ke Premier Liga doja të citoja ke pjesa e renditjes. Arsenali kalon Liverpoolin në me 16 pikë. Dhe surpriza e bukur është në vendin e 4 Bournemouth 14 pikë. Një më shumë se Manchester City. Një më shumë se Manchester City, ndërsa Manchester City, siç kemi thënë pra Ignatian, po hyn Shina. Po hyn Shina. Në momentin që hyn Shina skuadra Guardiola. Pastaj puna bëhet e vështirë. Ja të kthyer në nëndrece. Nxjerrin pjesën. Tregon, surpriza më e madhe e kampionatit spanjoll La Liga e Barcelonës 4-1 në Sevilla. Po. Edhe kjo tregon vërtet që Barcelona në këtë moment është në një mini kriz të vogël, sepse humbet. Merr vet fjalën ke Barcelona, ja lëmë vetë fjalën, nuk i ndërhyjmë aty. Tani për te tifozlikut dhe për te shakave do flas komplet nga ana profesionale. Barcelona aktualisht ka një krizë të vogël, jo të madhe, ka një mini krizë më saktë. Por unë e shoh këtë mini krizë nga fakti e mungesave të disa lojtarëve. Mungon Fermin Lopez, është i dëmtuar. Mungon Gavi, është i dëmtuar. Dhe këtë duhet të lidh me situatën aktuale të Pedrit. Siç kemi thënë për Fernando tek Ignatia, që është lojtar i lidhës midis mbrojtjes dhe sulmit, Pedri është lojtari më kyç i ideve të Hansi Flick dhe skuadrës Barcelonës. Dhe fakti që Pedri po luan 90 minuta në çdo ndeshje, normalisht njëri është ai, do lodhet, do vi një moment që nuk do japi atë që të gjithë ne presim, dhe për mendimin tim kjo është edhe kyçi i situatës aktuale të Barcelonës. Por duhet theksoj edhe këtë, që me rikthimin e lojtarëve të tjerë, Gavi dhe Fermin Lopez, mungesa e madhe e Rafinhas, që është një lojtar kyç, dhe rikthimin në formën e dur e Lamine Yamal, mos harrojmë dhe portieri Joan Garcia, unë mendoj që Barcelona do rikthehet aty ku i takon dhe do rivalizojë me Real Madridit, me Atletico Madridit për të rifituar përsëri La Ligën, mos harrojmë që është kampion e fuqi dhe për të qenë një nga pretendentët kryesorë për Champions League. Qartë. Diçka tjetër që do doja të komentoje tek La Liga? Për shembull Celta Vigo me fitoria e Realit me Villarrealin është një lajm vete, sepse Real Madridi është kryesuesi i kampionatit. Po rikthye vend parë. Dhe pas asaj humbjes me Atletikon reagoi goxha mirë. Si në Champions, dhe në Champions dhe në kampionat. Mbarazon Atletico e Madridit me Celta Vigon. Një ndeshje transfert, nuk është ekipi Celta Vigos nuk është ekipi thjesht në fushën e tij. Është ekip fushë. Atletico do kthehet avash avash, ke pjesa e kreut të renditjes. Është gjithmonë ajo që i bën presion si dy të fortave, Barcelonës dhe Real Madridit. Po ta vesh re. Më vjen mirë për rikthimin e Sevillas në top 6. Afër 5, sepse mund të qojmë në vend 5 me pikë barabarta me Atletikon. Është një ekip me traditë, pavarësisht viteve të fundit që ka pas ato shleçarat e veta, dhe mendoj që është një vlerë e shtuar në La Liga. Dhe mendoj që do jetë goxha e luftuar paktën për 3 vendet e më poshtë. Ndërkohë që Valencia vijon të humbas, është poshtë. Është shumë poshtë. Gjendje krize, por duhet të theksoj siç e tham edhe për kampionatin anglez dhe kampionati spanjoll tregon vërtet që është goxha i fortë. Sepse nuk kemi më vetëm Real Madrid, Barcelona siç kemi mësuar në vite me radhë, është Villarreal, është Betis, është Atletico Madrid, është Sevilla, është Elche, është Atletico Bilbao dhe janë gjithë aty para shumë. E vërtet. Por pa diskutim që Real Madrid, Barcelona dhe Atletico janë ekipet për të mundur, por duke qenë këto ekipet e tjera duke rivalizuar e bëjnë vërtet më të fortë dhe më të bukur. Faktikisht humbja e Valencias me Gironën doja ta cekje pak sepse Girona vjet ishte surpriza kampionatit spanjoll. Po. Dhe ekipi nuk është se ka ndryshuar shumë.
përveç sulmuesit Dovbyk që ka shkuar ke Roma. Po. Dhe pjesa tjetër është vazhdon. Trajneri është po i njëjti dhe nuk është aq çudi për shkakun që të humbi Valencia atje, sepse edhe Valencia është në një periudhë tranzicioni që do duhet për disa vitesh. Po, për disa vite do duhet. Është pak a shumë si Manchester United, sepse edhe Valencia është emri i madh që diku ka bërë historinë e kampionatit spanjoll dhe Champions League, por futbolli kështu e ka. Qartë. Me ulje dhe ngritje. Për të kaluar shpejt në Itali tani, ku supersfida e ditës dieshme në Juventus Stadium midis Juventusit dhe Milanit përfundoi. Profesor Revionit ta komentoj këtë ndeshje dhe unë do shtat diçka pastaj. Po mund ta komentoj dhe unë, jo vetëm profesori Revionit këtë ndeshje. Patjetër. Po. Jo, vazhdo. Kënderin. Në këtë rast nuk kam ndonjë dhimbje. Kështu që e komentoj me qetësi po. Atëherë, Juventus Milan ishte kryendeshja e javës. Ndeshja e shumë pritur nga të gjithë. Një ndeshje 0-0 e luftuar, vazhdojnë këto barazime për Juventus dhe për fat shpëtoi me aq sepse një humbje penalltis nga Pulisic në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë mund të kishte shkuar në katastrofë për Juventusin dhe një zhgënjim i madh për tifozët juventin. Por Milani më duk më kërkues, më i qartë kedet e veta. Kanë marrë 2 mjeshtra në drejtim, Iglitare dhe Massimiliano Allegri, që e njeh shumë mirë si ambientin e Milanit më herët dhe ambientin e Juventusit e njeh shumë mirë. Dhe mendoj që i mori masat goxha mirë për ta paralizuar Juventusin mos me rreziku ekipin e tij dhe për të marrë çat mundi nga ndeshja e djeshme. Dhe mendoj që arriti me sukses. Napoli bën detyrën me Genoën. Është ekip që kompakt i fortë. Është pavarësisht renditjes që është me pikë barabarta me Romën, që Gasperini po vazhdon me ato rezultatet e mira po e ringjall Romën, po vazhdon në gjurmët e rënjerit. Kjo pjesa e rezultateve. Duhet të them që Napoli është një tjetër nivel krahasim me ekipet e tjera. Qartë. Për momentin. Dhe ka që Interi bën detyrën, Atalanta. Doja të theksoja një gol shumë të bukur të Genovës. Kemi edhe pamjet, besoj, ja ku është. Shumë i bukur. Me finte. Shumë i bukur. Që shkoi në ndeshja 0-1 për Genovën dhe më pastaj ktheu fal aftësive individuale që kanë lojtarët e Napolit. Me De Bruyne, Højlund, Rasmus Højlund dhe Anguissa që bëri golin me kokë tani dhe është prandaj them që Napoli është goxha i frikshëm. E kemi thënë që Napoli është ekipi për të mundur dhe ekipi më i kompletuar në Serie A, sepse të gjitha rolet e lojtarëve i ka të dubluar. E vërtet. Ka edhe një trajner të madh dhe që është shumë kërkues. Absolutisht shumë kërkues. Dhe i jep shumë rëndësi futbollit kompakt, jo në individ. Qartë. Luan grup. Për të vazhduar me Juventus Milan patjetër. Pa diskutim që ishte ndeshja e javës, kryendeshja, 2 emra shumë të mëdhenj, por ajo që pashun është që Milani kishte hyrë për ta fituar këtë ndeshje. Dhe trajneri Allegri e kishte futur skuadrën me ide të qarta për ta sulmuar Juventusin, për mos të tërhequr mbrapa dhe mos të ruajtur, dhe i pati rastet ku mbi të gjitha ishte penaltia Pulisic, por që ato janë gjëra që ndodhin se lojtarë shumë mëdhenj kanë marrë penalti dhe janë pjesë e futbollit. Juventusi sporadik dhe me sa pash janë akoma larg nga idetë e trajnerit Igor Tudor. Ja momenti i penaltis. Po, ja momenti i penaltis, janë akoma larg nga idetë e trajnerit Igor Tudor dhe mendoj që Igor Tudor ka shumë punë për të bërë ke Juventusi për ta rikthyer atje ku i takon zonjës vjetër të Serie A të futbollit italian. Mos lëm pak pa përmendur fitoren e Romës në Firenze, një fushë shumë e vështirë për të marrë pikë. Pikë barabarta me Napoli. Dhe aty ka qenë një gol shumë i bukur i Moise Kean. Po. Për Fiorentinën. Pastaj ndërkohë edhe Roma bëri gola të bukur, Sule dhe Cristante. Dhe i dhanë fitoren e Romës që është në vend parë me Napoli me 15 pikë. Dhe kjo tregon që trajneri Gasperini është vërtet një strateg i madh. E ka treguar ke
Atalanta për shumë vite duke futur filozofinë e tij të futbollit, merr Romën dhe e merr nga një tjetër profesor i madh si Claudio Ranieri, fut idetë e veta, jep lojtarëve idetë e tij, jep karizëm, jep besim. Qartë. Dhe Roma po e tregon javë mas jave që është një nga pretendentët për të fituar. Kurse Interi bëri detyrë me Cremonese 4-1 dhe vazhdon të jetë aty me 3 pikë diferencë me Creon. Interi është aty sepse është në shpëtimin. Për ta përmbyllur edhe me dy të fundit po i marrim bashkë se janë kampionatet që kanë më pak histori, kampionati francez dhe kampionati gjerman. Edhe nga renditja duket në Gjermani Bayerni me 18 pikë, në 4 pikë përpara Dortmundit. Nga barazimi Dortmundit me Leipzig, dolën barazim, la nga 2 pikë të dyja. Bayerni vazhdon. Nuk i shërbeu asnjërs. Në fakt po. Bayerni vazhdon rrugën e vet, vazhdon rrokimin e tij dhe duhet të theksoj golin që kemi pamjet. Po. Është goli i Luis Diaz për 15 sekonda. Goli më i shpejt. Goli më i shpejt. Që hapi ndeshjen. Po. Dhe në Francë, atje ku patjetër Parisi është barazimi i Parisit. Parisi është skuadra më e fortë, po ja që na ka barazuar me Lilën. Duket se Lila nuk është kockë lehtë. Absolutisht nuk është. Në kampionatin francez. Pavarësisht Marseilles dhe Parisit që janë dy të parët. Egon, e kemi theksuar dhe në javën e kaluar. Kampionati francez nuk është aq i thjeshtë sa na duket ne nga televizori. Duket ne nga televizori. Pavarësisht se Paris Saint-Germain është ekipi për të mundur, është ekipi kampion dhe ekipi që ka emrat më të mëdhenj, po e vërteton në Champions League pa diskutim. Por është aty Marseille, Strasbourg, Lyon, Monaco, Lens, Lille. Dhe barazimi i Lilës me Parisin tregoj edhe një që është një kampionat i fortë. Nga veni parë në vend e 6 janë me 3 pikë diferencë. Po, kemi theksuar që Parisi ka dhe Champions League, do ketë dhe lodhje sepse kjo ndeshje me Lille tregoj që Parisi luajti me Barcelonën, pati goxha lodhje fizike, plus dhe mungesat që ka. Dhe doli efekti. Lila e shfrytëzoi. Do të theksojmë që ka shënuar vllai Kylian Mbappé, që ka shënuar kundër Parisit dhe Mbappé ka qenë në stadium dhe ka festuar goli kundër skuadrës së tij. Interesante. Ndoshta skuadra e tij filloi të bëjë më mirë kur iku ai, kështu që ndoshta ka pak xhelozi brenda se nuk arriti të fitojë Champions-in me Parisin. E fitoi Parisi kur iku Mbappé. Po. Atëherë shkurtimisht. Ajo që më pëlqen nga kjo javë është fitoria e Marseilles me Medzin 0-3. Po. Më pëlqen shumë trajneri De Zerbi dhe filozofia e tij dhe uroj që të jetë gjithmonë aty mbrapa Parisit për ta rivalizuar deri në fund sepse është një rivalitet shumë i bukur Paris-Marseille. Kurioziteti im i madh është që trajneri De Zerbi ta shoh një ditë një skuadër të madhe. Pse jo te Barcelona, pse jo te Reali, te këto emra të mëdhenj, sepse vërtet ka treguar që është një trajner me futboll shumë bukur. Mjaft interesant. Merr skuadra të mesme dhe i çon duke luajtur një futboll total, një futboll të bukur, një futboll spektakolar, atëherë e meriton vërtet të jepet shansin një skuadër të madhe. Qartë, mirë, ishte kjo hapësira sportive edhe për këtë javë. Ne të tre së bashku këtu me Andin edhe me Revionin i urojmë fitore kombëtare son të shtunën përballë Serbisë dhe gjithashtu një vimësi të mbarë në vazhdim. Absolutisht që po. I urojmë suksese, fitore dhe shpresojmë shumë që skuadra jonë kombëtare ta bëjë krenar siç na ka bërë gjithmonë. Ne jemi këtu për ta ndjekur, për ta suportuar. Sigurisht. Dhe inshallah kemi edhe fat në Serbi. Na intereson vetëm 3 pikë. Më qartë se kaq nuk e thoja dot. Mirë, isha me Andi Xhianin, trajner UEFA dhe avokat. Falenderoj Andi, kënaqësi. Dhe Revion Mekshin, trajner i ekipit femrave në kategorinë superiore të Teutës dhe videoanalist. Falenderoj. Faleminderit. Do të shihemi sërish së bashku të hënën tjetër. Deri atëherë ju vazhdoni qëndroni me aktualitet dhe në TVN do të shihemi. Ky ishte aktualitetet për ditën e sotme. Në fakt ne do të shihemi sërish nesër.